Prej disa ditësh, Shqipëria është përfshirë në protesta ku qindra mijëra të rinj kanë dalur në protestë kundër projektit të Zvërnecit. Për të folur se çfarë po ndodh në Shqipëri dhe çfarë do i sjellë kjo protestë Shqipërisë, kam të ftuar në një lidhje direkte Sadri Kortoçin, aktivist. Zoti Kortoçi, faleminderit shumë për intervistën dhe për kohën këtu në Vip Magazin. Faleminderit për ju që na dhat mundësinë. Si po e shikoni nga SBA protestën që po zhvillohet në Tiranë? Protesta që sot për 5 ditë, për 6 ditë bëhet në Tiranë sot nuk është vetëm protest, po kjo është ndërkombëtarizuar, domethënë është bërë një lajm botëror. Domethënë sot për herën e parë pas viteve 90 kur urzu sistemi komunist, protesta e shqiptarëve në shesh për 5 ditë më radhë është bë komplet çështje ndërkombëtare. Mediat më të fuqishme botërore kanë përcjell situatën, mediat e Evropës në Gjermani me Reuters, me Deutsche Welle, me Euronews, me CBS, domethënë edhe programet ndoshta lokale këtu kanë përcjell protestën e shqiptarëve. A kanë pas, është ajo se më thonë, ajo investimin në Zvërnec, arsye që populli shqiptar më u ngrit në protest, ajo ka qenë thjesht sikur piknisja. Pasi aty kanë 30 vite që shqiptarët keq trajtohen, keq qeverisen, një vitet prona, kanë 30 vjet që ata njerëz që janë sot në shesh, ndoshta kanë qenë 10 vjeç, ndoshta kanë qenë të lindër në vitet 90, edhe akoma kësaj dite nuk e morën pronën e vet. Në vitin 2024, qeveria shqiptare, me në krye mafiozin Edi Ramën, ka ndryshuar ligjin për vendet e mbrojtura, siç është edhe Zvërneci. Ka milion arsye, 1 milion arsye janë që populli me dalë në rrugë me protestuar. Ja fillojmë që nga vitin 90 me çdo gjë, domethënë me kthimin e pronave që asnjëherë nuk u kthyn, u bën ligji mrapsht, me zgjedhjet që vazhdimisht në Shqipëri janë vjedh nga njëra palë ose nga tjetra, nuk kanë qenë zgjedhje të rregullta demokratike. Zgjedhja për zgjedhja e kandidatëve me listat mbyllura nga 2 palët. Zoti Kortoçi, në fakt kemi parë qindra mijëra të rinj që kanë dalë në protestë dhe duket se nuk është më protestë vetëm për projektin në Zvërnec. Çfarë po ndodh realisht me rinin shqiptare dhe a pritet që të ketë ndryshime? Në vërtet aty kam pa një masivitet. Aty ka nga gjitha palët. Ka nga Partia Socialiste, ka nga Partia Demokratike, njerëz të pakënaqur nga 2 palët, nga keqeverisja, ka njerëz që nuk kanë qenë asnjëherë të angazhuar, domethënë për arsyet që janë të pakënaqur, domethënë nga dy drejtime që në bën aty vende, kanë dalë në protestë. Sikur se thash përpara, nuk ka qenë thjesht Zvërneci që por duhet një shkëndij që me fillu diku. Aty padrejësi që në bën atë vend, domethënë është e papërfillshme, domethënë pa imagjinueshme, sa padrejësit janë bën atë vend kur ke 1,5 milion, 2 milion shqiptarë që është largu vetëm në 13 vitet e fundit. Njerëzit, sidomos rinia që sot kanë edhe diapazonin më të gjuar nëpërmes mediave, nëpërmes rrjeteve sociale, kanë arrit në një pikë domethënë që shohin që shpresa në atë vend ka ikë përfundimisht, kur ai vend vazhdimisht është vjedh, është masakruar nga një elitë që kanë qenë elita që ka udhëhequr atë vend, media që kanë kontrolluar çdo gjë, domethënë çdo segment, edhe një pjesë e oligarkëve që
sot për sot zotërojnë Shqipërinë. Atëherë ai populli i thjeshtë që nuk përfaqësohet askund, as me prona, as me punë, as me pushtet, normalisht që kanë për të ngrit edhe me tregu revoltën e tyre. E keqja është se të dy palët që kanë drejtu vendin në Shqipëri sot për sot janë bë bashkë. Unë nuk jam asnjëherë s'kam qenë, as nuk jam kundër investimeve në Shqipëri. Kanë 35 vite që nuk është investuar nga tuaj në Shqipëri pasi të dy palë, të dy qeveri që kanë qenë aktuale, ministra, kush ka qenë në ato pozita që ka pasur mundësi me dhënë investitorëve të huaj me investuar në Shqipëri, të dy palët kanë kërku kanë kërku lek ke investitorët. Unë di njerëz me fakte dhe njoft personalisht kur kanë ardhur në Shqipëri ju kanë kërku ka 1 milion, 2 milion, 3 milion, 5 milion, 10 milion para se me filluar projektin. Një pjesë e tyre disa kanë thonë që po ne nuk jena të sigurt se a do nxjerrin parët tona, ju kërkoni para se me fillu projekti. Por revolta e shqiptarëve është edhe ajo që mas 35 vjetëve kush u afru me bo, kush e afroi shoqin me bo investim? Ishte Rama, sigurisht që ka hallin e vet, të rrinë pushtet sa më gjatë, e ka afru vajzën e Trumpit edhe Kushner, me shpresën se Trumpi do vinë president, edhe doktori ka hallin e vet ke Amerika, sigurisht, që nuk do me dalë kundra Trumpit. Këtë e në arsye që njerëzit sot dalin e protestojnë dhe kanë drejt që të protestojnë. Jam i bindur se nga gjithë intervista që i pash nga kanalet e huaja që kanë intervistuar njerëzit në shesh, askush nuk është kundra investimit. Por investimi në Shqipëri duhet me qenë në vendet që janë të shpensume, në vendet që është lidh problemi i pronës, jo mja vjedh pronën. Vetëm vjedhja e pronës që është bën të 30 vite nga shteti, nga oligark, është mjaft që kret shqiptar, i madh e vogël me dalë në shesh edhe me kërkuar drejtësi, me kërkuar një shtet drejtës. Aty vetëm u harru Rjolli, u harru Shëngjini, u harru Durrësi, u harru rruga Thoman, aeroporti i rinë, aty ke masivisht ka pas protestat shkputura, protestat vogla, që njerëzit kanë kërkuar pronën e tyre, edhe shteti nuk ka, çdo gjë ka qenë e bëme me forcë, me dhunë. Unë e kuptoj që në një shtet që ka qenë izoluar për 45 vite, duhen rrugë, duhen infrastrukturë, shteti duhet mu zhvillu me hap vende pune, çdo gjë, por pikë pare duhet mu zgjedh problemi i pronës, jo me forcë pronën ose me shpërblye me minimumin që është në market. Këtë janë arsye që njerëzit dalin, janë arsye se kush është mas këtij investimi, sa ka qenë i lishëm investimin në kuptimin e fjalës se aty ka qenë vend i mbrojtur. Pushteti aktual i Rams e ka ndryshuar ligjin, nga vend i mbrojtur e ka bërë zonë banuar për hir që të japin favor vajzës Trumpit. E me këtë rast njerëzit normalisht që të revoltohen. Se ka pas mundësi dikush tjetër, ndoshta para 20 vjeç, para 10 vjeç, sa ka qenë Rama në pushtet, po zgjodhi momentin kur i rrezikohej pushteti, bani lidhje të mafioze, me njerëz ai thjesht është investitor, normalisht leverdia e tij është me investuar në Shqipëri, edhe kushdo tjetër me qenë. Por gjitha këto kur i mbledh përpara, zgjedhjet në Partinë Demokratike, se si u bën zgjedhjet në Partinë Demokratike, se si janë bën zgjedhjet në Partinë Socialiste me lista të mbyllura, me njerëz që janë vetëm thjesht kufoma i përcakton Edi Rama ose doktori. Gjitha këto janë ai frustrim, ajo pakënaqësi si njerëzit sot dalin në rrugë. Por sikur se thash, kjo është bërë çështje ndërkombëtare, është ndërkombëtarizuar, është bërë mediat botërore e kanë fokusin sot te protesta e Shqipërisë. Nuk është thjesht ai vend përmbrana Shqipërisë,
sot ke manifest, domon ke protesta në pothuajse në gjitha vendet e Evropës, sikur ka njoftuar. Ka pas njoftim edhe për këtu në New York, të shohim se si do shkojë sot, por si duket Rama ja ka sjell ka sjell fundin vet qeverisë tij, por kur e shikon intervistat e Ramës dje thoshte që do të më ngrit 800.000 shqiptar me rrezu pushtetin e tij dhe nuk kom për të lëviz asnjëherë nga istikami. Domethënë ai e bën sikur e ka pronë Shqipërinë, sikur e ka pronë edhe dihet se si janë vjedh votat, se si ka marrë 83 deputet, dihet. Se parimi i komunistëve është varfroje sa më shumë që ta komandosh. Ai e ka varfruar në atë mënyrë që kur vjen momenti për votimin, thot, okay, të jap 100 euro, 200 euro për familje dhe voto për mua, ose të heq nga puna, ose do ikshja shteti. Jo se cili person e ka mundësinë me ikja shteti. Kjo është situata në Shqipëri, prandaj njerëzit ngriten edhe protestojnë me fëmijë, mes vapës, mes ujit e gazit lehtësjellë që u hedh demonstruesve. Do t'i Kortoqi, si e keni vlerësuar, po themi, deklaratat e zotit Rama se pas kësaj proteste fshirën grek, rus, iranian? Në çdo sistem kur nuk paraqet ato që është reale, mundohet me nxjerr teori konspirative, mundohet me hedh fajin diku tjetër. Një lloj ka qenë në 90-ën, Ramiz Alia tha një tuf vagabond, një tuf rrogash, ka ndarë në qytet studenti. Një lloj ka qenë kur u themelua ushtria shqiptare e Kosovës, e quajtën si grup terrorist. Një lloj sot vepron qeveria aktuale në Shqipëri, Rama i quajnë si grek. Po, kur i shef kërkesa, çfarë lidhje ka me Greqinë? Nuk e kuptoj çfarë lidhje ka me Greqinë. Çfarë lidhje ka me Greqinë? Ata thjesht kërkojnë domon anulimin e projektit. Pse janë shumë dyshime domon që me gjitha këto koncesione që është bërë, domon me gjitha këto që Rama pretendon se kanë ardhur investitorë të huaj, çdo gjë ka qenë në mënyrë pas shpinë, domon e pa. Asnjë gjë nuk ka qenë transparente, asnjë gjë nuk o zgjedh problemi kryesor është prona, asnjë nga këto projekte që thot Rama do i bëjmë nuk ka qenë e rregullt në bazë të ligjit që sot ekziston për pronarët aktual. Prandaj njerëzit domon e shohin domon protestën si rrugën e vetme për me zgjedh diçka. Rama mundohet gjithsesi me prallis, me mashtru, me bo fall. Unë e pash intervistën djenë Vlorë, domon, që tamam arrogant, tamam arrogant sikur ka qenë gjithmonë, si me gazetarët, ashtu edhe me popullin, ofendim, bullizëm. Edhe thoshte që edhe me dal, vetëm po dolën 800.000 shqiptar, unë do lëviz nga istikami. Por si duket, forca e popullit është më e madhe se sa forca e një personit vetëm në Shqipëri, që është Edi Rama. Edhe unë jam domon asnjëherë s'm pajtu me politikat e tij, pasi gjithmonë ka pas arrogancë, ka pas domon ka bë figura që nuk i shkojnë një kryeminist, sikur kryeministi një vendi, një njeri që nuk e ka përfaqësuar Shqipërinë me dinjitet, që për ulet para çdo të huaj, domon vetëm thjesht për civilizëm, me ia dhënë një buzëqeshje ose nga vetëm momenti që arriti e takoi presidentin Trump edhe ja fërkonte shpatulla, domon kjo duket tamam një civilizëm gjëja sikur e ka shok. Sikur ka shok. Trumpi nuk t'jemi binën se as nuk e ka di se kush është Edi Rama. Thjesht e ka njohur përmes dhëndrit tij, domon që i ka thonë,
na ka afruar me ble tokë, se normalisht që ai do shfrytëzoj momentet kur gjon njerëz të korruptuar, njerëz që nuk kanë bosh, nuk kanë ndjenja për vendin e tyre, sikur se është edhe Ediama, që vazhdon me shit Shqipërinë për interesat e veta personale, se jo partijake, se s'do them partijake, se ata tjetë në parti, ata nuk, ata thjesht janë numra, janë mumje. Unë i shoh kur bon mbledhje me kabinetin qeveritar se si rrinë si mumje, origjinal sikur bëra politike në kohën e partisë punës, nuk guxon asnjë me fol. Kjo është drama, kjo është Partia Socialiste. Domethënë është vetëm ai është kryeminist, ai është kryetar partie, ai është prokurori i përgjithshëm, ai është kryetari i gjykatës kushtetuese, ai është çdo gjë. Ai mendon se është sultan, por nuk e din që çdo gjë ka një fund. Maksimumi. Çdo qeveri, çdo udhëhes nuk do shkojë më shumë se 30 vjet. Kështu që edhe ai ka për ta psu fundin, edhe Trumpi s'ka për të dalë në pushtet. Nuk ka për të dalë në pushtet. Edhe nëse Rama mbajnë atë pushtet për edhe 2 vjet, edhe 3 vjet, ai një ditë ka për tik. Edhe ka për ta paguar një lloj sikurse ata parësit e tij. Zot Mërkoçi, besoni që kjo protestë do sjellë ndryshim të qeverisë? Protesta do me dalë me pas një ide qartë se çfarë do nga momenti që po flasim edhe në vazhdim. Kush janë objektivat e saj? Unë mendoj që një përfaqësim i protestuesve duhet me qenë me pika, që të kërkojnë pëzimin e qeverisë, krijimin e një qeverie teknike, edhe vendet shkojnë në zgjedhje. Ajo është vetmja alternativë, por me qëllim që zgjedhjet me qenë më të lira, njerëzit me votu lirshëm, mos me qenë të indinjum, si më thonë, me qenë të kontrollu nga 2 palë që janë sot në pushtet. Pranej, sot kjo është më shumë protestë popullore, pasi kur vinë të 2 parti që kanë udhëheq atë vendin, gjërat ndryshojnë, domethënë aty fillon padrejtësia, edhe kur njerëzit dalen edhe protestojnë në mënyrë spontane, ajo është thjesht ndërgjegje e popullit që nuk don mu përzi ke partitë politike, pasi e kanë pasë të dy palët nuk i kanë udhëheq në mënyrën që duhet, në mënyrën e drejtë. Partia Demokratike po flas si me thonë, me disa mendime, disa janë për protestën, disa janë për protestën. Doktori thot, unë jam për protestën, jam për investimin, po doktori harron që investimi, ajo nuk ka qenë pjesë e investimit, ajo pjesë që ka qenë e mbrojtën, edhe këta socialistët e kanë ndryshuar ligjin. Ose bashkoj popullit, paktën ti mos del në protestë me qenë se populli thot nuk duam parti me qenë në këtë përzimje, si me thonë, por paktën thuaj atë që është. Lej demokrat dalin, mos shkojnë ata liderët e partive aty, por lej demokrat të shkojnë të protestojnë. Është padrejtësi që janë bërë për 35 vite, vjen një moment që mushet kupa, dhe kur mushet kupa, derdhet kupa. E sot janë fëmijë ndoshta që kanë lënë mas vitit 90, ke njerëz që kanë qenë pranë 90-s, edhe asnjëherë s'e kanë gjetur drejtën e vet, asnjëherë s'e kanë marrë drejtën e pronës, asnjëherë s'e kanë marrë pronën e vet, kanë pagu për vite me radhë për gjykata, në për prokurori, me një prokurori edhe një gjykatë tejet hajdut. Aty nuk mundë me qujt, unë personalisht nuk e quj drejtësi shqiptare drejtësi. Aty është shtrënësi, unë e kam thonë në atë moment që jem larguar nga Shqipëria. Ti nuk mundesh me kalu në për mes gjykatës ose prokurorisë shqiptare pos pagujte. Sot gjyqtar, prokuror në Shqipëri janë njerëzit që janë më të pasur në Ballkan. Unë di prokuror dhe di gjyqtar që kanë shkuar edhe $200,000, $300,000 për një çështje. Di njerëz që kanë qenë pushtet, që kanë marrë
para me çu gjyqtar domon në rrethet kryesore dhe dihen shumë mirë se kush janë ata. I din populli shqiptar. Këtë në arsye që dalin sot. Ti ke pas në kohën ku ka qenë Bamir Topi, ka qenë president, asë kohë ti nëse do mu bo gjyqtar më shumë, gjyqtar nga Tropoja me shumë Tiranë se nga Shkodra në Tiranë, ke pagu deri në 100.000 euro, 200.000 euro. Këta njerëz i keni në përkom. Populli din se njerëzit flasin. Njerëzit e din se sa kanë paguar në prokuroria në gjykatat e Shqipërisë për 30 vite. E din sa kanë paguar në për spitale me shpëtu jetën e prindëve vet ose të fëmijës vet. E din shumë mirë. E kur del kryeministri thotë e kam mjekësinë e lirë, çdo gjë është në rregull, normalisht që populli do frustrohet. Njerëzit do reagojnë, do vi një moment që do reagojnë. Po unë habitem se nuk shkojnë me kap për leckash atje në Surrel. Nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj se si ka mundësi që ai njeri sot akoma del me atlete, me tuta, me kule para gazetarëve edhe thot të fala. Kur e marrën intervistë dhe të fala. Si me qenë të fol me i thonë në Amerikanë me high school, njerëz që nuk janë pjek akoma. Ai është kryeministri më i keq që ka pa historia e kombit shqiptar. Nuk e besoj që kush do të vinë në pushtet, edhe komunistat, Partia e Punës me ardhur edhe një herë, ndoshta nuk do kishte qenë se edhe Enver Hoxha ka pas një linjë politike, domthon bashkë me Beron, thoshte ai çdo gjë Enveri e bënte në emër të popullit. Ky e bën në emër në vet personal. Ky thot unë jam edhe nuk lëviz për Instagram, thotë se më kanë zgjedhur 800.000 shqiptar. Kur e din shumë mirë Edi Rama që pushtetin e ka mbajt me vjedhje, votash e ka mbajt me media të korruptume, e ka mbajt me oligark, që çdo fushat elektorale ai ka kërku shumë të mëdha shparash me korruptu njerëzit, domthon me një votë. Atë gjitha këto, domthon kur ti korrupton qytetarin, atë normalisht edhe qytetari bëhet të korruptuar, e korrupton prokurorin, e korrupton gjyqtarin, e korrupton doktorin. Këta janë pasojat që njerëzit sot ngrihen. Edhe kanë shumë drejt, edhe unë mendoj që për të mirën e tyre se unë kam ikë, kam lënë atë vend vërtet, edhe nina keq për atë popull, ata nuk do të më nuk do të më hyj as i moment në shtëpitë e tyre derisa të argëzojnë përfundimisht qeverinë e Edi Ramës. Edhe shkojnë në zgjedhje, domthon të kryejnë qeveri teknike dhe shkojnë në zgjedhje të tjera. Pastaj në votim. Faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit edhe nga ju, edhe desha me theksu edhe një gjë që unë e shoh, unë kam marrë Shqipëri në kohën që Partia Demokratike, kur doktori mori në ngratën, erdha për 2-3 vite me radhë, kisha media që ishin të interesume, edhe shoh që nëse media për ti çka flet nuk është interesume edhe nuk ta hapin as derën. Iken ato media demokrate që përpara lëkshin thoshin na jep një intervistë, sot ta mbyllin derën. Edhe nuk lanë me fol. Kështu që kam gjetë vetëm të mediat si puna jote, të mediat që janë pavarura, që akoma janë të shumë, si më thonë, me marrë njerëz që flasin ndoshta në mes, nuk janë të implikuar në asnjë një krah. Është shumë e rëndë, domethënë që çdo gjë në Shqipëri kontrollohet nga një person siç është Edi Rama edhe doktori. Thjesht Shqipëria ka qenë e zotruar prej 2 klasave, ka qenë zotruar nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Aty më duket se kur këta dy nuk don me lëshu pushtetin dhe nuk japin drejt askujt, populli normalisht e kupton, por vjen një moment që do ngrihen. Edhe uroj që protestat mos pushojnë derisa ta gëzojnë qeverinë.
Ju falenderoj shumë për kohën që më dhatë. Faleminderit shumë dhe juve.